ka ndryshuar në vitin e fundit të administratës Biden për shpejtimi i deportimeve. Ajo që ka ndryshuar janë dy gjëra të tjera. Një është përdorur ushtria në border, domethënë në kufin e jugut të Shtetit Bashkuar të Amerikës, diçka pa e precedente, edhe aty është bllokuar pothuajse tërësisht imigrimi i të huajve, të paligjshëm, edhe ana tjetër bën marrëveshja me Salvadorin për të deportuar disa persona që kanë vendim të format e prerë, domethënë për të larguar nga Shteti Bashkuar të Amerikës, për të larguar jo domethënë në burgjet amerikane, për të çuar në El Salvador dhe atje domethënë me burgun, po thonë kështu. Është diçka si po e përdor Shqipëria, domethënë këtë marrëveshje për afërt me Italinë, si kur të vinë azil kërkuesit, mos të vinë në tokën italiane direkt, po të shkojnë në Shqipëri. Kjo mendohet si do deri në kurajojnë aplikantë të tillë, domethënë si janë të paligjshëm, që duan me hinë në Amerikë në kanale jo të ligjshme. Edhe po them kështu, Shqipëria në një farë mënyrë është kanë inspiracioni për administratën Trump për të marrë këtë drejtim. Ndjenin tuaj nuk ka ndonjë shqiptar që mund të jetë deportuar pas këtij urdhri? Ka shqiptar, pa diskutim se janë deportuar, por në gjithmonë janë deportuar, edhe me Obamën edhe me Bidenin. Ajo që ka ndryshuar fort është retorika e presidentës. Domethënë presidenti flet me tonën shumë me ngjyrë më të kuqe, po them kështu, më të fortë, por realisht nuk është edhe, domethënë janë të munduar edhe përmjet për shembull self-deportimit, kanë hapur një aplikacion se njerëzit të self-deportohen. Por ajo si po mungon për mendimin tim është në racionalitet më i gjerë, sepse për shembull nuk është dhënur qartë si atyre që do të self-deportohen çfarë benefiti do kenë nëse do ikin. Kanë ikur disa, sidomos studenta, janë larguar sepse kanë frikë nga kjo administratë, dhe kjo për mendimin tim nuk është gjë e mirë për Amerikën, sepse ka thithur gjithmonë kokat më të ndritura nëpër botë, dhe kjo fuqia e Amerikës. Por më shumë shoh domethënë një retorikë ndryshe se sa në fakt në lidhje me numrat e deportimit së person nuk ka ndryshuar as fort me vitin e fundit, domethënë me 2024-shin me administratën e Biden. Avokat, që lutem jepni një koment të fundit për ta mbyllur për mesazhin e urimit. Ju si e keni lexuar, se ne në Tiranë kemi lexime nga më të ndryshmet për zgjedhjet. Flas për zgjedhjet në Shqipëri, a? Po, mesazhi i shkurtër me 15 fjalë, me një fjali. Për hir vërtetës, besoj se është tjerë me kemi më shkurtër, unë nuk jam shumë i çuditur nga kjo. Nga dy gjëra, Partia Socialiste më duket shumë e organizuar, përveç faktit si pa diskutim mund të ketë pas parregullësira, se ja përdor administrata për të mbledhur vota. Unë kam pas telefonata nga persona të ndryshëm nga Shqipëria, si e din edhe qendrimet e mia, dhe si domethënë janë munduar në mënyrë shumë të përhapur të mbledhin vota, dhe janë treguar më të zot se Partia Demokratike ose partitë të tjera të vogla. Nga tjetër, është sigurt si Partia Demokratike kërkon një reflektim të thellë për të nuk mjafton domethënë si kundërpërgjigje thjesht fakti si Partia Socialiste ka vjedhur ose janë bërë gjëra të parregulla në zgjedhjet e rrallës, por duhet një reflektim shumë më i thellë për kulturë për çfarë mas 3 mandateve shqiptarët nuk vendosen të shkojnë në një drejtim të tjetër. Edhe kjo besoj se nëse nuk do të ndodhë, do ishte një humbje shumë e madhe për Partinë Demokratike, por edhe më zgjerë për Shqipërinë, sepse çdo republikë dhe demokraci e shnetshme kërkon një opozitë të shnetshme atë sa as partia në pushtet. Nga ana tjetër, si qytetar shqiptar, ju uroj më të mirën kryeministrit dhe normalisht shpresoj se të jetë i suksesshëm, se s'ka rëndësi është jata sa majtas. Domethënë partinë e pushtet, na si shqiptar kemi interes si partinë e pushtet të bëjnë më të mirën për popullin tonë, edhe isha ta marrin përndëtimin e Bashkimit Evropian, sepse do ishte diçka në vështrimin tim shumë e rëndësishme për Shqipërinë. Avokat, ju lutem dhe diçka në aspektin ligjor, në gjykimin tuaj, zoti Berisha rrezikon me lobimin $6 milion? Ka hapësira që mund të rrezikojë? Është një çështje shumë delikuar, nuk I kam të gjitha të dhanat për hir vërtetë, kështu që nuk e di. Lobimi në Amerikë nuk është I paligjshëm. Besoj se ndëshkimi më I madh I Berisha do marrë nga kjo, ka qenë ndëshkimin nga votuesit, sepse unë mendoj se votuesi shqiptar nuk I intereson shumë as Berisha I ndëshkuar nga Amerika apo jo, po duhet të dinë se çfarë Berisha dhe Partia Demokratike do të bëjnë për shqiptarët e Shqipërisë, çfarë do bëjnë për Republikën e Shqipërisë.
Mendoj se zoti Berisha ka bën një autogol politikisht të mballë, të shpenzoi shumë energji, t'i vënë edhe më shumë rëndësi non gratës se sa për mendimin tënd qytetar shqiptar domethënë ishin të influencuar nga kjo. Unë nuk mendoj se shqiptarët nuk ja kanë dhënë votën Berishës sepse Berisha është non grata. Besoj se aty edhe një herë nuk kam informacione të mjaftueshme për të dhënë një gjykim ligjor nga kjo, por besoj se dëshkimi ka ardhur në maj dhe është një dëshkim shumë i rëndë. Avokat, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit ju zoti Balla, ju falenderoj për punën tuaj dhe ju përshëndes.